Pensionistët dhe familjet në nevojë janë përfituesit e parë të paketës së re mbështetëse që qeveria po përgatit për të zbutur efektet e rritjes së çmimeve të ushqimeve bazë të ndikuara nga tensionet e fundit në lindjen e mesme. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj njoftoi se ekzekutivi ka vendosur të ndërhyjë me masa kompensuese për kategoritë më të prekura ekonomikisht. Sipas saj, rritja e çmimeve të tregjet ndërkombëtare po reflektohet gradualisht edhe në tregun vendas, duke rënduar veçanërisht mbi qytetarët me të ardhurat të kufizuara. Do të kujdesemi që vencionojmë të gjitha ato shtresa në nevojë, pensionistët apo shtresat në nevojë të cilët janë me të ardhurat të ulta dhe nuk mund të përballojnë një rritje të çmimeve, njësoj siç kemi bërë dhe në të kaluarën. Lufta sigurisht është një luftë e cila nuk është në dorën e Shqipërisë për ta frenuar apo jo. Çmimet janë rritur si pasojë e luftës në lindjen e mesme. Megjithatë, ne jemi këtu për të garantuar që pasojat e luftës do të kenë ndikim minimal në ekonominë shqiptare dhe më konkretisht në shtresat të cilat nuk mund të përballojnë një rritje të çmimeve. Ministria bëri të ditur se përveç bordit të transparencës që monitoron dhe kontrollon çmimet e karburanteve, qeveria ka zgjeruar mbikëqyrjen edhe mbi tregun ushqimor. Që prej fillimit të krizës kemi monitoruar me bazë ditore çmimet në njësi tregtare, qoftë të frutaperimeve, të cilët kanë reflektuar rritje, por edhe të gjithë produkteve të shportës. Janë 80 produkte të shportës të cilët monitorohen me bazë ditore në pika shitje në Tiranë, po edhe në qarqe të tjera dhe në fakt reflektimi rritja ka ndodhur vetëm në këtë kategorinë e perimeve, ndërsa të gjithë kategoritë e tjera të ushqimeve nuk kanë pasur një rritje gjatë kësaj periudhe si reflektimi i çmimeve. Në të njëjtën dalje publike, Ibrahimaj prezantoi edhe një tjetër vendim të rëndësishëm të qeverisë, miratimin e projektligjit që përjashton ngatatimet të ardhurat e gjeneruara jashtë territorit të Shqipërisë nga rezidentët shqiptar. Kjo nisëm dhe ky ndryshim ligjor është një ndryshim i cili shkon në linjë me tërheqjen e atyre pensionistëve të cilët tashmë kanë dalë në pension nëpër vende të tjera të botës dhe vinë dhe vendosen të jetojnë në Shqipëri, duke krijuar atë që quhet ekonomi e argjend. Ky ndryshim ligjor synon të krijojë lehtësi fiskale për qytetarët shqiptar që kanë burime të ardhurash jashtë vendit, veçanërisht për pensionistët, emigrantët ose ata që duan të rikthehen dhe të jetojnë në Shqipëri pa barë shtesë tatimore.